Gjykata administrative ka refuzuar të 3 ankesat Aleancës Kombëtare për integrim lidhur me zgjedhjet në komunën e Gostivarit. Më herët, të njëjtat ankesa ishin refuzuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Kryetari i Gostivarit dhe kandidati i Aleancës Kombëtare për integrim për kryetar komune Valbon Limani deklaroi se refuzimi i ankesave nuk kishte bazë juridike, duke u mbështetur në faktin se KSZ-ja nuk i kishte pranuar ato. Ai shtoi se tani do të presin që KSZ-ja të veprojë në përputhje me ligjin dhe së shpejti të caktoj datën për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Gostivar. Ne shfrytëzojmë edhe të drejtën e ankimit në gjykatën administrative, pasi që Komisioni Shtetëror Zgjedhor na i refuzoi të 3 ankimimet që i bëm, edhe te Komisioni Shtetëror Zgjedhor përgjigjet të cilën e morëm realisht nuk ka bazë juridike, por gjithsesi e pranuam si të tillë tani edhe na lajmëruan se edhe prej gjykatës administrative të njëjtat janë refuzuar. Tani do presim që Komisioni Shtetëror Zgjedhor të veprojë konfort ligjeve të cilat i kemi në fuqi dhe të cilat kanë të bëjnë me këtë problematikë, dhe ligji Kodi Zgjedhor dhe ligji për qeverisje lokale, dhe besoj që së shpejti do ta caktojnë edhe datën e mbajtjes së zgjedhjeve, ripërsëritjes, e cila duhet të jetë jo më së vonë se 60 ditë nga dita e shpalljes së rezultateve përfundimtare. Limani paralajmëroi gjithashtu se çdo përpjekje e qeverisë për të deleguar një përfaqësues të saj në këtë komunë do të ishte e jashtëligjshme, por shpreu besim se një lëvizje e tillë nuk do të ndodhë. Për të deleguar ndonjë ushtrues detyre të besuar nga qeveria, duhet që të jetë jashtë ligjeve të shtetit tonë, dhe besoj që gjithsesi ekziston shteti së drejtës këtu në Maqedoni dhe nuk besoj se do të ketë një lëvizje të tillë, por le të presim e do të shohim se çka do të ndodhë. Ai theksoi se procedurat nuk e largojnë nga synimet e tij për të fituar zgjedhjet, duke shtuar se besimi i madh i qytetarëve më 19 tetor, kur mori një numër rekord votash rreth 17.000, e bën më të fortë dhe të vendosur për të vazhduar me të njëjtin ritëm. Ndryshe, për shkak të mosarritjes së censusit zgjedhor në Gostivar, vetëm 20 vota larg pragut prej 33.33%, KSZ-ja ka vendosur që zgjedhjet në këtë komunë të ripërsëriten. Sipas ligjit, ato duhet të shpallen brenda 60 ditëve nga përfundimi i raundit të parë të zgjedhjeve.